Përshëndetje, në vazhdim jeni me edicionin e lajmeve 21 minuta. Bashkimi Evropian ka konfirmuar se ka një bashkëpunim me SHBA-n dhe gjithë partnerët e tjerë rreth dialogut Kosovës me Serbinë dhe njëkohësisht po zhvillon edhe dialog me SHBA-n për Ballkanin Perëndimor, por BE-ja nuk specifikoi se cilat janë nivelet e bashkëpunimit. Zëdhënësja e Bashkimit Evropian Anita Hiper tha se BE-ja është në kontakt me Shtetet e Bashkuara të Amerikës rreth çështjes së dialogut Kosovës me Serbinë, por nuk ofroi më shumë hollësi. Deklarimet e saj pasojnë njoftimet për një komunikim ndërmjet të dërguarit të posaçëm Peter Soresman me zyrtarët e administratës së presidentit Trump, por pa specifikuar se çfarë janë pajtuar. Ne bashkëpunojmë me të gjithë partnerët, përfshirë edhe SHBA-n rreth dialogut. Ne jemi në kontakt, por nuk kam asgjë tjetër më specifike për të thënë. Zyrtarët e BE-s thanë gjithashtu se nuk ka çfarë të shtojnë më shumë për dialogun ndërmjet Shteteve të Bashkuara të Amerikës dhe BE-s rreth Ballkanit Perëndimor, duke mos dhënë hollësi në pyetjet nëse ka ndryshuar qasja e bashkëpunimit rreth dialogut Kosovës me Serbinë dhe çështjet që ndërlidhen me problematikat në Ballkan. Me ndryshimin e administratës amerikane, një marrëveshje mes Kosovës dhe Serbisë u arrit në vitin 2020 në zyrën ovale në Washington gjatë administratës së parë Trump, pa përfshirjen e BE-s në rolin e lehtësuesit. Por zëdhënësja e BE-s Anita Hiper gjatë ditës megjithatë tha se dërguari i posaçëm Peter Sorensen është angazhuar në përgatitjen për vazhdimin e dialogut ndërmjet Kosovës dhe Serbisë. Kur bëhet fjalë për dialogun, ne jemi shumë të përkushtuar për të. E shohim se rruga drejt BE-s për të dyja palët kalon përmes dialogut të lehtësuar nga BE-ja. Hiper tha se Sorensen do të nisë vizitën e tij 2 ditore në Beograd gjatë ditës. Pas vizitës që zhvilloi javën e kaluar në Prishtinë, Sorensen nuk dha hollësi të tjera mbi çështjen e dialogut gjatë vizitës në Kosovë, por tha se çfarëdo kompromisi duhet të vendosin palët. Sa do të zgjaste, cila do tjetë siguria e popullit në Kosovë, çka mund të dalë gjatë rrugës, këto ishin mendimet që i silleshin në kokë atij që mbante pozitën e zëdhënësit të NATO-s në kohën kur aleanca më e madhe ushtarake vendosi të bombardojë caqet serbe. Gjimi Shea, zëri i NATO-s gjatë kohës së bombardimeve, kthehet në kohë dhe kujton se ajo kohë ishte shqetësuese për të gjithë. It was a sobering moment. How long would it last? Ishte një moment që do të bënte të mendoheshe sa do zgjaste, a do të ishte e suksesshme NATO, po strategjikisht, por sa javë, çfarë mund të kishte në terren në ndërkohë, cila do të ishte siguria e popullit të Kosovës. Këto ishin të gjitha gjëra shumë shqetësuese. Të përfshihesh në një luftë është një kohë ankthi për të gjithë, por nga ana tjetër, ndjenja ime kryesore ishte se nuk kishte alternativë. NATO kishte investuar shumë në besueshmërinë e saj për të qenë gatshme të përdor forcën nëse kishte një arsye të mirë dhe ishte absolutisht e nevojshme. Aleatët ishin të bashkuar, sepse sigurisht ai vendim duhej të merrej me konsensus dhe për dikë si unë që kam jetuar, e dini përmes viteve të tmerrshme të Bosnjë-Hercegovinës, siç e përmenda, e dini me masakrën e Srebrenicës, me vonesën e punës, me hezitimin, me mandatet kontradiktore, kur duke përdorur forcën në mënyrë vendimtare. Gjëja kryesore mbi të gjitha ishte të mos kemi atë përvojë të frikshme të dekurajimit përsëri dhe për këtë herë për të marrë një vendim vendimtar në emër të drejtave të njerëzit dhe mendoj se ishte një nga vendimet më të mira që ka marrë NATO-ja dhe mendoj se Kosova sot e vërteton plotësisht që ai ishte vendimi i duhur për të marrë. Më 24 mars para 26 vjetësh nisi fushata e bombardimeve ajrore ndaj Jugosllavisë për ndaljen e fushatës serbe për spastrim etnik të shqiptarëve në Kosovë. Në kujtim të asaj dite, krerë institucionale përfaqësues partive politike thanë se 24 marsi ishte dita kur bota demokratike nuk heshti. Presidentja Vjosa Osmani në 26 vjetorin e nisjes së fushatës së bombardimeve të NATO-s ka falenderuar aleatët që ndihmuan për lirinë dhe pavarësinë e Kosovës. Ajo shtoi se 24 marsi është dita kur bota demokratike nuk ka heshtur. Sot nderojmë edhe për vjetorin e intervenimit të NATO-s, që pak a shumë tregon që bashkëdyzimi i luftës sonë çlirimtare në njërin anë dhe ndihmës së aleatëve tanë më në fund e solli lirinë për të cilën u sakrifikua për breza dhe në të njëjtën kohë është mesazh që vetëm të bashkuar për Kosovën sovrane, por edhe me ndihmën e aleatëve tanë Kosova mund të arrijë suksese historike siç edhe ka arritur nëpërmjet çlirimit, pastaj pavarësisë dhe shtetëndërtimit.
Ministri i Mbrojtjes Ejup Maqedonci, teksa e kujtoi 26 vjetorin e bombardimeve të NATO-s, tha se kjo ishte vetmja formë që arriti të jepte fund pastrimit etnik në Kosovë. Përmes këtij intervenimi, NATO përmbushi qëllimin e ekzistencës si aleancë, u jemi mirënjohës gjithmonë liderëve botror dhe shteteve të përfshira, të cilët përdorën diplomacinë për të shpëtuar njerëzimin. Ndërkohë, kryetari i PDK-s Memli Krasniqi 24 marsin e kujtoi si një histori suksesi të lirisë dhe demokracisë. 26 vjet më parë, bota e lirë i doli zot historisë. Në një moment vendimtar për popullin ton, kur ushtria çlirimtare e Kosovës dhe populli ynë po luftonin kundër gjenocidit të pushtuesit serb. NATO ndërhyri në Kosovë, mirënjohje e përjetshme NATO-s dhe të gjithë atyre që qëndruan në anën e duhur të historisë. Falë ndërhyrjes së saj, Kosova është e lirë dhe liria jon është e përhershme. Në 26 vjetorin e fillimit të bombardimeve të NATO-s, kryetari i LDK-s Lumir Abdigjiku tha se kjo ditë na kujton momentumin e ri të Kosovës në përpjekjen e saj shekullore për liri. Këtë ditë duhet ta kujtojmë sot e përherë, sepse 24 marsi i vitit 99 është fundamenti i lirisë e shtetësisë sonë. Mbi 2 dekada më pas, përpjekja për të ndërtuar shtetin e Kosovës, shtet të drejtë, të fortë, të dinjitetshëm, vazhdon. Sot vajzat e djemtë të Kosovës në uniformë ushtrojnë misione paçruese në përbot, dhe kjo vetë nderon të gjithë burrat e gratë e vendit dhe jashtë që kanë bërë të mundur që 24 marsi të ndodhë. 24 marsi, fillimi i bombardimeve të NATO-s ndaj ish Jugosllavisë për general Kadri Kastratin, ish komandanti i FSK-s, është hapi më i rëndësishëm në rrugën e Kosovës drejt çlirimit. Atë botë, sipas Kastratit, ndihma e NATO-s për Kosovën ka qenë jetike, pasi Kosova fitoi një aleat me cilin sot, sipas Kastratit, raportet nuk janë gjithmonë më të mirat. Kolegja Sofi Rushiti na sjell intervistën me general Kastrati. Atëherë, zoti Kastrati, 24 marsi na kthen 26 vjet më parë, dita kur NATO-ja nisi bombardimet kundër ish Jugosllavisë. Ka qenë ndalja e fushatës serbe për spastrim etnik të shqiptarëve në Kosovë. Si kujtoni ju 24 marsin? Kujtohet sikur sot unë atë natë kur ka filluar dikon rreth orës 8 bombardimet e para ndaj caqeve serbe, isha në komandën time në fshatin Potok. Paraprakisht duhet thënë që vendimi për fillimin e bombardimeve për neve Ushtrisë Shqiptare të Kosovës, zonë operative të Llapit, ka qenë një vendim i mirë, i mirëpritur, për arsye se një numër jashtëzakonisht i madh i popullatës ishin strehuar prapa Ushtrisë Shqiptare të Kosovës, mungesa e ushqimeve, medikamenteve, ishte theksuar, mungesa e municioneve për ushtarët tonë ishte jashtëzakonisht i mangët dhe për neve ka qenë një lajm i mirë, sepse ne në atë kohë e pam që lufta po mbaron, Kosova po shirohet përfundimisht, se sot do të zgjasin bombardimet, ma vonë kemi parë që kanë zgjatur, janë stërngjatur më mirë thëmë, por më në fund ishte një shpëtim i një gjenocidit që ushtria dhe policia sërbe në atë kohë kishte planifikuar mirë që të sprazet Kosova dhe ata njerëz që kanë mbetur në Kosovë me masakrat shumëta që janë vërtetuar më vonë, faktikisht e kanë shpëtuar një popull të tërë për të shfarosur dhe për të shpëtuar një shtet sikur që është sot Kosova. 78 ditë bombardime, të cilat u ndërprinë më 10 qershor të vitit 1999, me marrëveshjen teknike të Kumanovës, e cila parashit të tërheqjen e forcave ushtarake dhe policore serbe nga Kosova. Sa ka qenë ky një hap i rëndësishëm në udhën e Kosovës për çlirim? Po ka qenë një hap jashtëzakonisht i rëndësishëm në atë kohë unë si zavendës komandant i zonës operative të Llapit dhe përgjegjës për operacione luftarake kam qenë në mënyrë permanente, në mënyrë ditore, në kontakt me komandën e NATO-s në Kumanov, ku kam dhënë informacione mbi pozicionet e forcave serbe që lëvizshin për territorin e zonës operative të Llapit, dhe të drejtën kjo fushat ajrore e NATO-s për neve Ushtrisë Shqiptare të Kosovës ka qenë fitore jo vetëm ushtarake, po ne fituam një aleat
aleatin më të fuqishëm në botë politiko-ushtarak që është NATO-ja, sepse ushtria qendrore e Kosovës ishte pranuar nga NATO si ushtri qendrore e Kosovës dhe ata kishin kontakte me neve në baza ditore, mos them edhe 2 herë në ditë, kur ne shkëmbejmë informacionet dhe i japshëm aty nëse ku dhe ka po lëvizin forcat serbe. Pra, gjatë luftës UÇK-ja tashmë e kishte në krah një aleat, thatë që e fituam një aleat. Sa ka qenë jetike për Kosovën kjo mitësi? Absolutisht ka qenë jetike dhe ma vonë është treguar që Kosova është ndihmuar, sepse UÇK-ja është ajo e para që ka bërë punën e vet, por kur me 24 mars kur fillon bombardimet e NATO-s, Kosova dhe ushtria qendrore e Kosovës e fitoi një aleat jashtëzakonisht të fuqishëm, siç është NATO-ja, fuqia më e madhe në botë, dhe kjo e ka treguar që përfundimisht Kosova po merr rrugën e vet drejt shqirimit definitiv dhe më vonë edhe drejt formimit të shtetit Kosovës. Kryetari i AK-s Ramush Haradinaj tha se aleancën me Shtetet e Bashkuara të Amerikës duhet ta ruajnë si sytë e ballit. Haradinaj në 27 vjetorin e epopesë së Dugaxhinit tha se nuk do të amnistohen ata që do psojnë aleancën me SHBA-n dhe NATO-n. Sipas tij, kush vetë lavdrohet dhe harron ndihmën e SHBA-s nuk është me këtë popull dhe këtë vend. Presidentja Vjosa Osmani tha në Glloxhan se është borxh i institucioneve të Kosovës të nderojnë sakrificën e familjes Haradinaj dhe të Glloxhanit. Ajo bëri homazhe në kompleksin memorial dëshmorët e kombit në Glloxhan në 27 vjetorin e epopesë së Dugaxhinit. Osmani qëndroi edhe në kullën e Haradinajve, ku prit nga kryetari i Aleancës për Ardhmërinë e Kosovës dhe një herësisht kryetari i zonës operative të Dugaxhinit, Ramush Haradinaj. 24 marsi shënon një prej datave më të lavdishme të historisë sonë, sepse këtu u bë një luftë heroike në mbrojtje të popullit shqiptar, nga ato që ishin një ndër masakrat dhe ndërsulmet më të ashpra të hegemonisë serbe në udhëheqjen e regjimit gjenocidale fashist të Miloševićit. Familja Haradinaj dhe i gjithë Glloxhani u ngritën në këmbë për të shndruar këto kulla në fortifikat të lirisë dhe shumë prej atyre që luftuan rënë dëshmor e shumë të tjerë vazhduan që të kontribuojnë për lirinë e Kosovës. Prandaj është borxh i yni si institucione të Kosovës, por mbi të gjitha si qytetarë të kësaj republike të lirë, sovrane të pavarur, që gjithnjë të nderojmë sakrificën e familjes Haradinaj dhe të gjithë atyre që ranë për lirinë. Zëdhënësi i prokurorisë themelore në Mitrovic, Valon Preteni, tha se i dyshuari për vrasjen e 19 vjeçarit në Vushtri e ka pranuar fajsin. Është arrestuar një i dyshuar për veprën penale, vrasje e rënë dhe i njëjti me vendim të prokurorit, gjendet në ndalim 48 orësh, është sekuestruar arma me cilën dyshohet se është kryer kjo vrasje. Prokuroria dhe policia janë duke mbledhur provat relevante në lidhje me rastin. Gjatë marrjes së deklaratës, i pandehuri e ka pranuar fajsin për vrasjen, ka thënë Preteni. Agja i 19 vjeçarit të vrarë në Vushtri, Nusret Zymeri, në një deklarat për Radio Televizionin 21, thotë se ata janë familje e Enver Zymberit dhe asnjëherë nuk kanë pasur probleme me askënd. Në lidhje me njohjen e familjes së Dorasit nga familja e viktimës, ai thotë se nuk njihen. Me asnjë njeri, me asnjë familje, me kërkon nuk kena pas të keq. As fjalë, as problem, as kur gjë, absolut. As nuk e dim çysh ka ndodhur, as nuk e dim pse ka ndodhur, as nuk e dim kush është. Deri më tani nuk kem kur fal informata zyrtare si çysh ka ndodhur, atë ka ndodhur, pse ka ndodhur. Hiç me kërkon absolut. Nuk kena pas, nuk e kena prit. Absolut nuk e kena prit në ka orë. Deri më tani, thëmë, as nuk e njohëm, as nuk e dim kush është, as nuk na u ka lajmëruar kush, as s'kem kur fal informatë. 19 vjeçari që mbeti i vrarë mbrëm si pasojë e plagëve të marra nga arma e zjarrit në Vushtri, ishte pjesë e klubit futbollit Mitrovica. Kjo tashmë është konfirmuar nga vetë klubi që e ka lëshuar një telegram ngushtimi në faqen zyrtare.
Kjo ngjarje e kopshme solli një lajm të papranueshëm dhe shumë të dhimbshëm pasi nga jeta u nda një i ri 19 vjeçar sikurse arditi. Në emër të gjithë kryesisë së futbollistëve dhe stafit të trajnerëve i shprehim ngushëllimet më të sinqerta familjes Zymberi dhe gjithë shoqërisë së arditit. Rastet e tilla duhet të punojmë fort të mos përsëriten pasi që dhimbja është e madhe, thuhet në reagimin e klubit. Ministri i Financave, Punës dhe Transfereve, Hekuran Murati, deklaroi se po presin përfundimin e procesit të numërimit të votave, certifikimin e rezultateve dhe më pas të diskutohet për formimin e qeverisë. Në lidhje me këtë çështje, po besoj vlen ajo çfarë ka thënë tashmë kryeministri, pra që fillimisht do të presim përfundimin e procesit të numërimit, certifikimin e rezultateve, konstituimin e kuvendit e pastaj edhe mund të flasim për formimin e qeverisë. Belgzim Kamberi nga Instituti Musine Kokolari ka deklaruar se partitë politike qëllimshëm po e zvarisin krijimin e qeverisë së re në mungesë të guximit për t'u përballur me sfidat që e presin Kosovën. Sipas tij, lëvizja vetëvendosje si parti fituese nuk ka vullnet për të formuar qeverinë e re, prandaj nuk ka filluar ende bisedimet për një partner të koalicionit, duke u arsyetuar se janë në pritje të certifikimit të zgjedhjeve. Bisedën e zhvilloi kolegu Burim Zariqi. Është i mundur një bashkëpunim i tillë midis partive të mëdha, apo thjesht jemi të shku drejt një ngërçi politik të krijimit të institucioneve? Po ajo që po shihet që nuk po duket që ka shumë vullnet politik për ta marrë qeverinë, për të marrë përgjegjësitë për ta udhëhequr qeverinë e re. Sot spari edhe vetë lëvizja vetëvendosje si fituese e kësaj zgjedhje, e këtyre zgjedhjeve, nuk duket që ka shumë vullnet dhe zell për ta formuar shumicën e re parlamentare, sepse pavarësisht procedurave rreth certifikimit të rezultateve, kur ajo do të kishte pasur një zell dhe një vullnet, si që kemi parë në të kaluarën, ajo kishte filluar që në fillim pas përfundimit të zgjedhjeve të kontaktoj partnerët eventual dhe një gjë të këtij nuk po e shohim sot. Por nga ana tjetër ka edhe disa parti opozitare, e këtu mund ta veçojmë Lidhjen Demokratike të Kosovës, e cila me ato 3 kriteret e veta, të cilët pak a shumë kushtet, nëse mund t'i shojmë kështu, i ka përkufizuar, atëherë po thuaj se ajo po thotë që po duhet të qëndrojë në opozitë dhe nuk po tregon shumë gatishmëri për të bërë pjesë e qeverisë re. Pra këtu jemi në një situatë ku më shumë po duket se më pak është çështje e përposhmërive të programe, por më shumë është një farë lloj frike dhe druajtje apo një mosvullnet për ta marrë për ta udhëhequr qeverinë e re të Kosovës, e cila mund të kenë disa arsye për cilat duket që partitë kryesore politike nuk po dëshirojnë faktikisht. Nuk po dëshirojnë sepse janë përballë kërkesave strikte të ndërkombëtarëve për asociacionin, për finalizimin e procesit të dialogut, ku janë përmendë edhe kompromiset, dhe një administratë të zotit Trump, e cila, siç është parë, ka një dinamik për zgjidhjen e problemeve. Janë këto që i bëjnë politikanë tonë të mos marrin përsipër në krijimin e qeverisë, mund të jenë këto? Po logjika është që faktikisht që pikërisht këto trazirat, nëse i quajmë apo ndryshimet që janë duke ndodhur në arkitekturën botërore të gjeopolitikës me ardhjen e zotit Trump në pushtet, me marrëdhëniet midis bashkimit evropian tash që janë të ndosura dhe Shteteve të Bashkuara të Amerikës që mund ta kenë një pasojë të Ballkanit Perëndimor, gjitha këto faktikisht ka mundësi që e krijojnë një farë lloj druajtje të partitë kryesore politike në Kosovë për të marrë përgjegjësitë e tyre për proceset që e presin Kosovën. Ish komandanti i ushtrisë shërimtare të Kosovës, Naim Aloku, ka filluar dëshmi në gjykatën speciale në Hagë në procesin gjyqësor ndaj ish krerëve të UÇK-s, Hashim Thaçit, Kadri Veselit, Recep Selimit dhe Akub Krasniqit. Prokurori James Peace ka theksuar se gjatë luftës Maloku ishte anëtari i drejtësisë operative të shtabit përgjithshëm të UÇK-s dhe pror ushtarak në Dugazhin. Ai tha se dëshmitari do të flasë lidhur me rolin që ka pasur ai në UÇK. Që keni marrë pjesë edhe në një seancë të speciale së Kosovës për një çështje të vitit 2011, në vitin 2011, më falni. Në gjykatë në Gjakov. Do you recall? A ju kujtohet që keni marrë pjesë në një intervistë të pashtu të prokurorisë speciale të Kosovës në 2016? Të Kosovës? Falni? Yes. Po, Prokuroria Speciale e Kosovës.
A ju kujtohet të keni marrë pjesë në një intervistë me prokurorin këtu në 2019 po në një shtet tjetër? Shtetin ku jetoj jo në Sloveni. Ashtë e vërtet që javët e fundit ju kemi lexuar transkriptet me shkrim edhe proces verbalet e intervistave që keni dhënë përpara dhe a ju dham në mundësinë të rishikoni edhe një herë për të bërë korrigjimet përkatëse? A ju kujtohet që bët disa korrigjime dhe disa sqarime? A e mbani mend që këto sqarimet dhe korrigjimet ne i hodhëm në një shënim dhe më pas t'u lexuam sërish shënimin? Ne duke marrë parasysh korrigjimet dhe sqarimet që u hodhën në atë shënim, për mbajtja e deklaratave dhe transkripteve që përmenda unë, a është e saktë dhe e vërtet me aq sa keni ju dieni dhe me aq sa besoni ju? Me qeni saktë. Duke marrë parasysh korrigjimet që u hodhën në atë shënim, deklarata dhe transkriptet që përmenda unë, a pasqyrojnë saktësisht ata që do të thonit sërish ju sot nëse do t'i bënim pyetje për të njëjtat ngjarje që përmbajnë këto deklarata? Mendoj që do t'ju përmbohem. Ju faleminderit për vëmendje dhe mirupafshim në edicionet e radhës.